Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës peshqive që takoni elementit të ujit dhe jeni e treta që sot po e lexoj. Të dashur, kjo është Celtic Cross, hapje e letrave quhet ashtu, dhe secila letër ka kohën e vet. Si për shembull, kjo e para që do filloj me këtë është aktualia. Dhe problemi, ardhmi afërt, e kaluar e kështu me radhë që ta kuptoni, secila ka mesazhin e vet. Të dashur peshqi, jeni në një fazë të ndërtimit. Po punon fort për të stabilizuar veten, qoftë në punë, në ndjenja apo në qëllime personale, të dashur peshqi. Kjo është periudha ku mbillet suksesi, edhe pse rezultatet janë ende të dukshme. Mesazhi i kësaj letre, të dashur, është mos kërko të shohësh frutet më njëherë. Procesi po të formon me një farë mënyrë në heshtje. Shpesh thoshin plakat, apo të paktën gjyqja ime me ato që kam dëgjuar, thotë e mira vjen dal nga dal. Dhe ashtu do jetë dhe për ju, të dashur peshqi. Edhe ndoshta nëse nuk duken, edhe ndoshta nuk i shikon suksesit me njëherë, je duke i mbjellur, dhe kjo dhe ti dhe gjithë ato çfarë dëshiron të ndërtosh apo kudo që të është qëllimi juaj, është duke u formuar. Edhe prandaj e quhet në heshtje, pa u parë akoma. Problemi. Jeta është duke të ndryshuar me shpejtësi të madhe, të dashur peshqi. Duket sikur çdo gjë është në lëvizje. Kjo të shkakton edhe pasiguri, edhe sikur po e humbet kontrollin. Ndjen që fati po të shtyn diku tjetër, por se ke të qartë nëse duhet ta ndjekësh apo të rezistosh. Këshilla e kësaj letre është mos lufto me rrjedhën, jo kësaj radhe, të dashur peshqi. Ky ndryshim nuk është rastësi, është pikërisht ajo kthesë që duhet për të çliruar nga një cikël i vjetër që ka qenë tek ju duke u ripërsëritur tani një kohë të gjatë. E kaluar, të dashur peshqi. E kaluar ka qenë transformuese. Ke përjetuar funde, ndarje, zhgënjime ose periudha reflektimi që të quan në një rilindje, ta them, siç është kjo këtu që po ndërton tani. Nuk je më apo i njëjti person. Nga hiri yt ke nisur të ngrihesh sërish, të ndërtosh, të formohesh. Mesazhi i kësaj letre është mos u kthe për të provuar diçka nga e kaluar, absolutisht. Ti je dëshmia e transformimit tënd, ke ndryshuar dhe ajo diçka nga e kaluara nuk të takon më, nuk je më ti. E ardhmja juaj e afërt. Asi i spiralës. Një zjarri i ri po ndizet, të dashur peshqi përpara, një mundësi e re, pasion, projekt ose fillim që ndez brenda teje dëshirën për të jetuar sërish me energji. Paqe, dashuri apo çfarëdo që është qëllimi juaj. Ky dash këtu di çfarëdo. Diçka e re vjen që të rikthen motivimin dhe forcën, të dashur peshqi. Është duke ardhur diçka e re që është, po edhe kjo është e afërmja, e afërt. Mesazhi i kësaj letre thotë mos e shuaj zjarrin me dyshime, me mendime nga e kaluara. Ky është fillimi i një kapitulli që do të frymëzoj për të arritur ato çfarë dëshiron. Vetdia, të dashur, vetdia është the poet. Mbreti i Scrolls, në vetdije po kërkon qartësi, komunikim dhe mençuri. Dëshiron që gjithçka të ketë kuptim. Absolutisht peshqit e duan këtë. Janë shumë emocional. Dhe po mëson të flasësh me qetësi, pa dram. Mund të ndihesh më i përmbajtur ndoshta, por kjo tregon pjekuri. Dhe kjo është ajo faza që po ndërtohesh. Mesazhi i kësaj letre, fjalët e tua po bëhen më të zgjuara. Tani e gati të thuash vetëm atë që vlen, që ka sens,
apo që ka domethënie për ty. Nën vetdia të dashur, që nuk e shpesh dhe nuk kemi kontakt me të, ta them ashtu, në thellësi të shpirtit ke një forcë të madhe lëvizje. Edhe pse dukesh i butë, brenda teje jeton një shpirt luftarak që kërkon drejtim dhe fitore. Absolutisht do ecësh përpara, pa par pas. Dhe kjo është ajo, pa par pas. Mesazhi i kësaj letre thotë: ti nuk po e ndjek fatin, po e drejton. Kjo është fuqia jote e fshehtë, të dashur peshqi. Influenca apo ndikimi juaj për veten e juaj. Ke përpara një zgjidhje të rëndësishme, jeni para një dere këtu, shikoni, 2 rrugë, 2 mundësi, të them, 2 dëshira që të ndajnë, je duke analizuar shumë dhe kjo po të mban paksa pezu. Të dashur, mesazhi i kësaj letre është: s'ka rrugë perfekte, ka vetëm rrugë të ndershme. Të ndershme kur them, e mendoj gjithmonë rrugën e asaj çfarë ndjeni. Zgjidh atë që të jep qetësi, jo vetëm adrenalinë. Ndikimet e jashtme, 6 të pasqyrës, rreth teje ndikon e kaluara, njerëz që ta përmendim ndoshta, kujtime, të kujtojnë ndoshta, ose marrëdhënie që rikthehen në mënyra të papritura. Kjo mund të sjellë ndjesi, ngrohtje, por edhe një hutim. Kujdes me nostalgjit, pra kujdes me të kaluarën, të dashur peshqi. Mos i shih gjërat siç ishin, por siç janë tani. Shpresat dhe frikrat, 3 të spiralës. Brenda te ekziston dëshira për të parë më shumë nga jeta, për të zgjeruar horizontin, për të udhëtuar ose për të provuar diçka të re. Por njëkohësisht frika nga e panjohura të mban mbrapa. Tani kur them për të provuar diçka të re, nuk do të patjetër ato që i përmenda unë, diçka të re, të dashur, dëshira është shpresa për të bërë diçka tjetër, por frika të mban nga ajo e panjohura të mban mbrapa. Këshilla e kësaj letre është: ëndrat që ke parë nuk janë të rastësishme, janë thirrje e shpirtit tënd për më shumë, apo ti dëgjosh, të dashur peshqi. Dhe rezultati është hëna. Përfundimi sjell një periudhë introspektive, të quaj ashtu, të butë por të thellë. Jo çdo gjë është e qartë tani. Dhe kjo s'është diçka e keqe, absolutisht. Kjo letër tregon procesin e shërimit emocional ku intuita bëhet udhërrëfyesi yt kryesor. Të dashur peshqi, mesazhi i kësaj letre thotë: mos kërko përgjigje logjike në një rrugtim shpirtëror. Dëgjoj zemrën, ajo e di rrugën edhe në errësirë. Pra, të dashur peshqi, po kalon nga mjegulla drejt dritës. Nuk e humbur rrugën absolutisht, je duke e krijuar. Pranon ndryshimin, beso instinktin apo intuitën dhe mos u frikson nga e panjohura. Ajo është vendi ku ndodh mrekullia. Do thotë, nuk jeni duke i parë, po jeni në rrugën e drejtë, aty ku dëshironi të jeni, të dashur peshqi.